Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po të ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush dinamikat edhe ngjarjet më interesante që po ndodhin në Big Brother VIP Albania. Strategjia edhe loja e Mirit. Unë do ta them që deri më sonte kam arritur të kuptoj që Miri është banori më i thellë brenda kësaj shtëpie. Dhe tani mund të hedh dyshimin që Miri ka pakt me bashkëshorten e tij që vetëm të krijon strategji, të krijon lojë, të krijon dinamika dhe të jetë i pari dhe të jetë në çdo prime. Tani vërtet fal krevatit Miri është pjesë e çdo prime-it. Pse e them këtë? Greta, kunata e Selinës, që me hyrje në shtëpinë e Big Brotherit, luftën dhe dinamikën e pati me Mirin. Le të them, solli një mesazh që në fakt të gjithë do dëshironin ta dëgjonin. E solli mesazhin e vjerit të saj tek Selina, por Selina nuk është se e dëgjoi këtë mesazhin. Teksa ishin duke ndenjur që të dy në krevat, Miri dhe Selina, Miri i thonte, do me thënë i fliste për Gretën dhe qëllimi që Miri fliste me akuza drejt Gretës ishte që të fuste në sherr Selinën dhe Gretën brenda kësaj shtëpie. Selina është pak bombastike si natyrë dhe nuk do të them që nuk do ta bënte sherrin në shtëpi pas fjalëve që ka thënë Miri, sepse e shoh që ka krijuar një besim jashtëzakonisht të madh tek Miri, edhe një vetë besim në veten e saj që këto të dy mund t'ja dalin. Tani, afrimiteti që është krijuar, ambienti që kanë krijuar, edhe mund të themi që dashurojnë njëri tjetrin, por nëse do të themi dashurojnë, unë shoh dashuri nga ana e Selinës, ndërsa nga ana e Mirit shoh një strategji shumë interesante që vetëm Miri di ta praktikoj dhe vetëm Miri di ta bëj. Do të shohim se si do të rrjedhin gjërat brenda kësaj shtëpie, do të shohim a do ta kuptoj lojën Selina apo jo. Greta më duket pak më inteligjente dhe unë e shoh që Miri me patjetër dëshiron që të krijon një debat mes Gretës dhe Selin për t'ju hakmerur Gretës dhe për t'i thënë që Selina ka, më falni, Greta ka këtë fytyrën dhe Selina të fillon që të largohet apo në një farë mënyre të hakmeret edhe jashtë, sepse ndoshta ka ndjerë në një mesazh që flitet për të.